kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijëve. Nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rritën për 50%. Pra, një nën me 2 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 20 euro, nga muaj i ardhshëm do t'i marrë 60 euro. Një nën me 4 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 120 euro, nga muaj nëntor do të marrë 180 euro në muaj e kështu me radhë. Pra, sikur se çdo herë, shumë lajme të mira për të gjithë. E me që tash kemi edhe kuvend të konstituar, sot në këtë mbledhje do ta miratojmë edhe dërgimin në kuvend të buxheteve të vitit 2025 për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin-Potok, në mënyrë që kuvendi të bëjë pjesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025 dhe që këto komuna të kenë mundësinë të shfrytëzojnë buxhetin e si vjet, sepse aktualisht ende janë duke operuar me buxhet të vitit 2024 dhe kjo ka sjell vështirësi të shumta për to. Në rend të ditës e kemi dhe një vendim të rëndësishëm për artin dhe kulturën, për skenën e pavarur në veçanti, miratimin e rregullores mbi kriteret, standardet dhe procedurat e mbështetjes publike financiare për skenën e pavarur kulturore. E hartuar në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin artistik dhe kulturor, ajo paraqet themelin e reformës sonë kulturë për skenën e pavarur. Rregulloria të cilën artistët mezi po e presin, e ul dukshëm burokracinë dhe lehtëson aplikimin në thirrjet e hapura të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe hap rrugë për digitalizimin e gjithë procesit të aplikimit, sepse të vetmen gjë që artistët ja vlen të presin është inspirimi.